nuk duhet kemi vlerësime klasike një vjeçare që ti ke një periudhë 12 mujore që punojnë si duhet të arrijë objektivin. Kjo është mirë që të bëhet vlerësim të paktën në janë 3 muaj për progresin sa ka arrit. Pastaj, në fund vitit, bëhet përmbyllja e 3 kvartaleve që na e quajmë, ose 4 mujorëve, kështu që kjo është pak a shumë ajo që duhet gjitha kompanitë ta përfshin, pa vlerësim performancë nuk ka sukses, nuk arrihen objektivat dhe qëllimet që kemi. Edhe nuk ka motiv, mandej. Pastaj bjen motivi se nëse nuk ka një qëllim caktuar, krijohet vendi i punës si një rutinë që duhet me shku, me krye një punë caktuar dhe më kthyn shpejt. Kjo është. Dhe shpesh kom pa edhe kur bëhen vlerësime një vjeçare 12 muaj, kom pa punonjës të cilët kur afrohet skadimi i kontratës muajin e fundit ose 2 muajt e fundit janë shumë aktiv, po pjesën tjetër jo. Është ky vlerësim i një vjeçar mendoj që ja shesherrin pak edhe kompania se mundesh me qenë subjektiv, 2 muajt e fundit është gjithçka në rregull. Kjo është një formë se kisha mujt me marrë si shembull, ndoshta është pak banal, por është puna si zgjedhjet kur i kemi. Pikërisht, shembulli më i mirë. Da shpeshfrytëzoj këtë pjesën që zakonisht administratorët e komunave ose qeveritë e ndryshme punojnë në 3-4 mujorin e fundit para përfundimit të mandatit. Kjo është e njëjta edhe me njerëzit. Ndoshta që s'kan bërë për 4 vjet. Ata e fillojnë vitin, po për këtë arsye dhe bëhet çdo 3 muaj pastaj një vlerësim se duhet të rizgjohet punojnë si na drejtim. Kështu që ky është shembulli adekuat që fundi vitit gjithmonë është ai që njerëzit, nëse mujna me thoni, dhezin motorat për punë.